ku të hidhe kokrën e mollës. Spektakolare jo pamje. To i parë nga qendra, i luetur nga futbollistët e skuadrës korçare me një pasim të dhënë në krahun e majt është Bërki që shpanget mjaft mirë, topi dërgon në zonë dhe më pas ka goditje e shkëmbët që ndal nga Lika. Ka dhënë si janë e parë të rrezikshëm skuadra korçare. Reagimi i Starovës, por në minutën e 40 kapiteni Devi Muka që kalon në përsi skuadrën e Tiranës. Një rikthim fantastik i Devi Mukës pas ndeshjes së luajtur një javë më parë. Ka qenë i jashtëzakonshëm në takimin e luajtur në Korçë, si në ditët më të mira të karrierës së tij. I përmbajtur Starova pas këtij goli. Shkëmbi me topin e dërguar në zonë për Bërkić. Në një pozicion mjaft të favorshëm, nuk arrin të shënojë Mladen Bërkić. Ndërkohë ka një moment mjaft të dyshimit. Shikoni, të pasim me kokë, plaku i nisë në pozicion krejtësisht të rregullt. Shndalën në mënyrë të gabuar nga ana e gjyqtarit ansor Proletar Puto. Edhe një tjetër. Krejt e rregullt pozicioni. Korçarët që ushtrojnë presion. Shikoni hapësirën për Marković, i shpejt krosimi. Ai topi lënë dhe Biskup. I ndalur nga Osmani. Edhe një tjetër kjo mundësi, por nuk arrin të godasë siç duhet Luko Biskup. Marković përballë Sinës. Krosim me djathtën, topi dërguar në zonë dhe më pas Soza. Ka një mundësi vërtet mjaft të mirë. Dëshpërdrimi i një emri mjaft njohur në futbollin korçar si Miludin Kërçić. Futbollist mjaft inspirator në fundin e viteve 70 dhe fillimin e viteve 80. Shkëmbi të mundësi, Shkëmbi. Bërkić bën në zonë krejt të lirë, nuk e merr topin siç duhet dhe nuk arrin të shënojë. Ai dhe Jolić ngatrojnë njëri tjetrin në këtë moment. Lojë që ndalet dhe Shkëmbi mundohet të largojë shokun e tij Osmanin, korçarin që luan për bluzën e Tiranës. Bërkić afrohet Jolić që ka goditur dhe portierin Lika. Osmani reagon. Reagim instinktiv i Tefik Osmanit. Ka dhe një tjetër mundësi, por Gvozdanović eviton rrezikun me topin e larguar. Në fundin e pjesës së parë do të jetë Soza me këtë goditje që ka i devijim dhe Ilion Lika e dërgon topin në goditje nga këndi. Këtë do të jetë momenti i fundit për se të takojmë pjesës së parë që nxjerr fituese Tiranë me rezultat minimal 1-0. Skuadra do të shkojnë në dhomën e zhveshjes. Megjithatë Skënderbeu nuk dorëzohet, rikthehet edhe më i karikuar në fushën e lojës, sikur ishte ndihmuar dhe nga tifozoria e zjarrt korçare në këtë ndeshje. Shkon një moment dyshim në zonë, atë rrëzim të Bledi Shkëmbit në duelin e tij me Karabecin. Për Lorenz Jeminin është gjithçka e rregullt. Edhe një tjetër rrëzim i Bledi Shkëmbit. Pretendimi i Muçës për të mbritur në minutën e 53, shikoni këtë top që nuk largohet nga mbrojtësit e Tiranës, vrapi kroson dhe Biskup do të shënojë golin e barazimit duke ngritur pesh tifozërinë korçare. Dikton në vendin në cilin janë tifozët ultras të skuadrës korçare. I pamat gëzimi i tyre. Edhe jeti dhe momenti i golit. Nuk e ka larguar siç duhet Dushku, vrapi kroson dhe Biskup me atë trajektore nuk i lë asnjë shans portieri Lika. Çka e barabart. Edhe jeti dhe momenti i këtij goli shumë të rëndësishëm të realizuar për korçarët. Marrin zemër vendasit. Kërkojnë maksimumin, do të shënojnë një gol me Bërkić, por në pozicion jashtë loje.
veprimi drejt në këtë moment i ansorit Proletar Puto. Tirana ka i mundësi me plakun, por topi goditur me kokë prej tij ka përfunduar jashtë. Kemi patur rikëthimin në fushën e lojës dhe të Alban Bushit, 37 vjeçari që është rikthyer të luajë për skuadrën me të cilën e ka nisur karrierën e tij. Ndërkohë Soza do të rrëzohet në zonën minutën e 83, se është gjithçka e rregullt për Jeminin. Në minutën e 92, kjo mundësi për Borkic. Sërish nuk arrin të shënoj Mladen Borkic. 6 javë, asnjë gol për Skënderbeun. Sulmuesi 50.000 eurosh i skuadrës korçare. Por fati e ka bekuar në fund Skënderbeun me këtë gol të jashtëzakonshëm të realizuar nga Rafael Soza. Fluturimi dhe i Muçës pas këtij goli nxiton të ngjitet në tribunën VIP. Nuk mundet pa përmbajtur në gëzimin e këtij goli. Shkëlqi Muçë ishte vërtet diçka mjaft emocionuese. Ky gol i shënuar në sekondat e fundit. I shliruar më në fund dhe Agim Zeqo, presidenti i skuadrës korçare, por ky gol është vërtet i jashtëzakonshëm. Fati ka pjesën e tij, por vlerat janë të padiskutueshme mbi të gjitha për moralin e skuadrës korçare dhe vazhdimsinë e saj në këtë kampionat. Kjo trajektore ka shtangur një portier me shumë eksperiencë si Lion Lika. Edhe një tjetër shijojmë këtë gol që ka krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme në stadiumin e Skënderbeut. 2-1 të tjetër rezultati finalit të takimit. Skënderbeu që gjendet në vendin e tretë në kuotën e 12 pikëve, ndërkohë që Tirana mbet në kuotën e 8 pikëve. Por do të luajë një finale të sezonale javën e ardhshme, do të pres skuadrën e Dinamos. Vërtet shumë i lumtur me këtë fitore që arritëm të bëjmë sot, sepse sinqerisht kemi pas në 2 ndeshjet e fundit kemi pas një ngërç që do ta kalonim patjetër. E kaluam sot dhe tani mendoj që nuk ndalemi më. Te i fitores, te i rezultate, besoj do t'jeni kënaqur edhe me lojën që zhvilloi skuadra, se marr shkas nga goli që shënon në fund. Sinqerisht ta them që në fillim ndeshjes edhe gjatë pushimit u takova me lojtarët, të cilëve i thash nuk ka rëndësi ne fitojmë apo mbasim apo dalim barazim. E rëndësishme ne që duhet të luajmë futboll. Ne kemi një ekip sinqerisht shumë cilësor, të cilët në qoftë se dalin në lojën e tyre, dhurojnë lojë shumë të bukur. Si thash, kemi pas një ngërç që kemi qenë pak të frenuar. Ajo që thash kërkova sot futbollistëve është nuk ka rëndësi ne fitojmë apo mbasim, më mirë të mbasim, po duhet me luftu, se sa me humb pa luftu, se po s'luftove s'ka kuptim. Ata e merituan sot 100% fitoren. Goli vonoi, po nuk harroi. Zoti Zeqo, ju e keni fituar bastin e parë duke parë parasysh atmosferën e krijuar në stadium, njerëzit e ardhur në të, gjithçka korrekte e zhvilluar gjatë këtyre minutave, por kam përshtypjen që këta tifoz duan diçka më shumë. Duan një trofe që mungon prej 1933. Qëllimi, objektivi jon kryesor këtë vit është të jemi në majën e futbollit shqiptar. Për të qenë kampion ne do bëjmë maksimalen, por me qenë kampion do dhe pak fat, se ti shef luan bukur, po pas patë pak fat nuk mund të fitosh dot. Kështu që nëse ne vazhdojmë të luajmë bukur, unë jam i sigurt që ne mund të kapim objektivin që kemi vënë këtë vit. Kemi ndjekur dhe deklaratën e Agim Zeqo.